por sa po dera u mbyll dhe ai u zhduk nga sytë e saj, diçka brenda saj u këpull. Një boshllëk që nuk mund ta mbushte askush tjetër. E megjithatë, ajo ende kishte Gertën. Gerta, kunata e saj, ishte më shumë se sa familja në atë shtëpi. Ishte një copës e jetës jashtë. Me të, Selina mund të ishte vetvetja pa filtra, pa frikë se do të gjykojë. Ishte ajo që i thoshte doja dalësh, edhe kur Selina vet nuk e besonte më. Por kur edhe Gerta doli gjithçka u errësua. Ishte një moment që Selina nuk e kishte imagjinuar kurrë se do ta përjetonte kaq rënd. Dhe ajo mbeti vetëm. E rrethuar nga njerëz, por thellësisht vetëm. Tani, çdo cep i shtëpisë i kujton diçka. Divani ku rrinte me Gimbos. Kuzhina ku diskutonte me Gertën. Kopshti ku ndanin momente qetësie. Çdo kujtim është si një thikë e vogël që i prek